Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, njëherët kryeministër në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka shkruar një letër kreut të Lidhjes Demokratike të Kosovës në 5 maj, përmes së cilës e ka ftuar për marrëveshje politike mes dy partive. Kurti e ka ftuar Lumir Abdixhikun që Lëvizja Vetëvendosja dhe Lidhja Demokratike e Kosovës të bëjnë koalicion qeverisës, i cili do t'i hapte rrugë zhbllokimit të kuvendit Kosovës dhe formimit të qeverisë së re të Kosovës. Kurti ka thënë Abdixhikut se koalicionet bëhen pikërisht ndërmjet atyre që kanë dallime, teksa ka shkruar se ka bindjen që votuesit e LDK-s sot e preferojnë më së shumti koalicionin me Lëvizjen Vetëvendosja. Edhe votuesit e Lëvizjes Vetëvendosje preferojnë pa ashtu më së shumti koalicionin me LDK-n, pse të mos e bëjmë, është shprehur Kurti në letrën drejtuar Abdixhikut. Kreu i Lëvizjes Vetëvendosja në letër nuk e ka përjashtuar as gatishmërinë e partisë së tij për shkuarje në zgjedhje të reja, por ka thënë se dhe ato do të çonin drejt një koalicioni mes Lëvizjes Vetëvendosja dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ndërkohë, nga Lidhja Demokratike e Kosovës nuk janë deklaruar deri më tani për ftesën e Kurtit. Të hënën për të 11 herë me radhë deputetët e Kuvendit Kosovës dështuan të konstituojnë përbërjen e nëntparlamentare të dalë nga zgjedhjet e shkurtit. Ligjbërësit refuzuan për të 3 herë rresht që të formojnë një komision për votimin e fshehtë për kreun e ri të organit ligjvënës. Ndërkohë pritet që seanca konstituive të vazhdojë të mërkurën në orën 10.